E përtej të gjitha këtyre zhvillimeve, ajo që është më tepër ironike është se me gjithë përpjekjet për ta paraqitur Shqipërinë si një vend inovator në teknologji, fatkeqësisht renditemi në fund të listës europiane për numrin e qendrave të të dhënave. Kjo tregon se pavarësisht ambicieve për AI, Shqipëria ka ende një nivel të kufizuar të infrastrukturës digjitale që nevojitet për të mbështetur zhvillimin e inteligjencës artificiale. Kjo pozitë e shfaqur në rang europian bie ndesh edhe me reklamimin që i bën kryeministri pozitës së Shqipërisë si e nënta në botë për sigurinë kibernetike, ndërkohë që vendi ynë aktualisht ka një prani shumë të kufizuar të infrastrukturës dhe qendrave të të dhënave, me vetëm një data center të raportuar. Ky fakt na lë shumë pas me vendet e Europës perëndimore, si Gjermania apo Mbretëria e Bashkuar, të cilat kanë qindra të tilla dhe janë qendra kryesore të zhvillimit të inteligjencës artificiale. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryesojnë me një diferencë të madhe me 5427 qendra të dhënave për vitin 2025. Kjo është më shumë se 10 herë numri çdo vendi tjetër, duke treguar shkallën e leadershipit amerikan në këtë fushë. Dhe pasi përballesh me këtë realitet, kujtohesh për ministren e famshme virtuale, e të vjen natyrshëm pyetja, po me diellën ç'bëhet? Si i ka punët ministreja jonë e projektuar dhe promovuar me aq bujë dhe famë, madje dhe botërore? Askush nuk di të thotë më asgjë për diellën sot. I vetmi lajm që qarkullon prej kohësh për këtë fenomen që nuk funksionoi asnjëherë është gjyqi për të drejtën e imazhit që aktoreja Anila Bisha ka me shtetin shqiptar.